Në LinkedIn shfaqet me bluzë të zezë dhe pamje serioze, duke u prezantuar si biznesmen i suksesshëm nga Gjermania. Por pas kësaj fasade, mashtrimet e tij nuk kanë fund. Mërgim Gashi dyshohet se ka mashtruar jo vetëm agjenci udhtimi, por edhe shumë të tjerë. Në vitin 2020, Fisnik Ismaili përmes një postimi në Facebook kishte treguar se kompania e tij kishte qenë njëra nga viktimat e Mërgim Gashit. Sipas tij, Gashi kishte kërkuar realizimin e një logoje dhe websajtit të cilin kompania e Fisnik Ismailit ja kishte përfunduar me sukses. Por ky person të cilin ja kushtoi këtë status po del se ka mashtruar shumë njerëz, si pronari një aviokompanie në Gjermani dhe ndjej obligim moral me bë këtë gjë publike në mënyrë që të tjerët mos merro prej këtij mashtruesi. Ky mashtrues quhet Mërgim Gashi, Facebookin e ka deaktivizuar, ndërsa kompania quhet Stuttgart Airways. Profex një vet i ka kërkuar kompanisë time logo dhe websajte, të cilën ja kemi kryer me sukses, bukur dhe shpejt. Websajtin ja kemi deaktivizuar për shkak të mospagesës. Gjatë këtij viti, ky mashtrues të herë ka quajtur flet dëshmi të rreme nga banka gjermane se ka kryer pagesën, më ka nxjerr mes karantinës në prill në Western Union. Në fund, gjeti arsyetimin se ka harruar numrin e transaksionit, duke u çuditë se kënse s'po vijnë parët prej bankave atje. Muajin e kaluam, më tha ta gjej në Gjermani dikë me ja dhënë parët cash. Mirë po për muaj me radhë ai e kishte gënyer duke dërguar pagesa të rreme për shërbimin, të cilat nuk erdhën kurrë. Përveç se për muaj me radhë ai la në pritje se do ta kryente pagesën, ai aranzhoi dhe takime në Stuttgart për t'ia dhënë parat, por nuk doli në takim. 3 veta i ka shti me dal me u takue në Stuttgart, e s'ka dal vet. Sot ka thonë se vjen në Prishtinë me i pague cash, por ashtu si edhe një herë tjetër e ka fik telefonin dhe ka mbyll Facebookun. Pasi fillova me e pyet njerëz për të, e kuptova që secili ka pas probleme të kësaj natyre me të. Në disa reviews të kompanisë Stuttgart Airways, e kam lexuar komente edhe gjermanisht që i ka quajtur klientave që pagesat e rreme, kompania në fjalë kish mashtruar klient, derisa ky qen ka arrestuar për këtë gjë. Fisnik Ismaili përmes një postimi i bën thirrje të gjithë atyre që udhtojnë me të, ose që bashkëpunojnë në biznes, të jenë të kujdesshëm dhe të mos bien prej mashtrimeve. Jo që u thoni nga Gjermania apo kushdo që mundet me bë biznes me të në Kosovë, mos gaboni me i ofrua shërbim pa i marrë parët, se nuk keni me i pa kurr. Këto nuk janë veç fjalët e mia, por të gjithë atyre që kanë pasur punë me të e që i ka mashtruar me 10.000 euro. Andaj me që i ndjej obligim moral, edhe pse këto i kam thonë disa herë muajin e fundit se po më detyron me denuncue, le të shërben ky postim si vrejtje me pas kujdes nga ky person, ndërsa unë detyrohem me ndërmarr hopa ligjor me pisa si ky, që dëmtojnë kompanit vendore, edhe dëmshpërblimi ka me i kushtue shumë fish, sepse s'ka me u ndal. Kujdes nga ky person, që ka gjast të ndodhet në Kosovë, po të vetme që ja gjeta është në LinkedIn. Ky shitet si biznesmen i suksesshëm.